A kanë dyshime në rezultat apo duan zgjedhje të reja? Pyeti sekretari organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje Alim Rama me njëherë pas dështimit të votimit për verifikimin e mandateve në legjislaturën e re. Zgjedhjet e reja si një nga pasojat eventuale të situatës së krijuar i përmendi edhe Donika Gërvalla, zëvendës kryeministre në detyrë, e cila në zgjedhjet e 9 shkurtit fitoi mandatin e deputetës. Pasi mendon se Lëvizja Vetëvendosje qëllimshëm po i zvarrit procedurat për të shmangur rrjedhjen e afateve ligjore për formimin e qeverisë, opinionisti Shemsi Ashari tha se u la hapësirë për interpretim të çështjeve të parëndësishme. Çdo vonesë është faj i Lëvizjeve Vetëvendosje i Zotit Kurtit dhe përpasoj do të ketë shumë ndikim të keq në këtë ngërç politik që po krijohet. Dihet më që Lëvizja Vetëvendosje është ka shkon në drejtim ta çojë vendin në zgjedhje, por duke i fajsuar partitë të tjera opozitare, duke i lidhur edhe me listën serbe, sikur gjitha janë përbashkë kundër tyre. Megjithse nuk i përjashtoi si opsion të fundit, siç u shpreh, nëse pafundësisht vazhdon bllokada dhe kërkohet ndërhyrja e gjykatës kushtetuese, profesori Gëzim Qerimi tha se zgjedhjet e reja nuk do të ishin në interes të qytetarëve. Në radhë parë vlerësoj që pozita dhe opozita kanë një obligim ndaj qytetarëve në përgjithësi dhe ndaj votuesve të tyre që të themelojnë institucionet të Kosovës, pra në radhë parë parlamentin, mandej nëse i ka numrat në kuvend, ta formojë qeverinë partia fituese, nëse jo të jap mundësinë partive opozitare. Nëse asnjëra prej tyre nuk e ka numrat, atëherë opsioni më real mbetet në zgjedhjet e reja. Edhe pse vlerësoj që zgjedhjet e reja nuk janë zgjidhje. Por profesori nuk drejton gishtin vetëm te një parti, në rast se vullneti qytetar nga zgjedhjet e fundit do të shkonte hoq. Por vlerësoj që në këtë rast klasa politike në tërësi do të tregonte një papërgjegjësi në raport me qytetarët dhe në raport me interesat shtetërore. Për atë që ndodhi të martën, kreu i PD-k-s, deputeti Memli Krasniqi, tha se tashmë ka material për trajtim nga gjykata kushtetuese.